Kamerat e sigurisë kanë kapur momentin se si ka nisur zjarri në kompleksin te Farmacia 10 në kryeqytet të disa ditëve më parë, ku u shkrumbuan 30 apartamente. Në pamjet e siguruara, shihet se shkak i zjarrit janë bërë disa fëmijë, të cilët kanë djegur një karton dhe më pas e kanë hedhur në grumbullin e kartonave të lënë nga marketi që operonte në katin e parë të kompleksit. Si të shihet nga pamjet, flakët në kartona vijojnë të përhapen dhe bie në kontakt me njërin nga shtyllat e fasadës së jashtme, duke bërë që flakët të përhapen me shpejtësi në të gjithë lartësinë e pallatit. Djegja e pallatit zgjati më shumë se 6 orë në një përballje mes flakëve dhe zjarrfiksëve, por fatmirësisht nuk pati asnjë të lënduar. Autoritetet policore nisën hetimet ndaj disa personave, si dhe arrestuan 4 të tjerë për pakujdesinë e treguar në ambientet e përbashkëta, ndërsa këta të fundit u liruan nga gjykata e Tiranës. Banorëve u është premtuar rindërtimi i plotë i pallatit nga firma ndërtuese. Deri në përfundim të ndërtimit, sipas një reagimi zyrtar të kryeministrit, banorët do të përfitojnë bonus qiraje nga shteti.